Jetojmë bashkësi, thot kjo motra, me 13 antarë dhe kemi shumë zullum nga vjehëria. Çka me bon nuk na ndajnë. Kjo çështja problematike shumë antarëve, sidomos nëse janë dy vëllezër të dy të martuar, pra me dy kunate në shtëpi, edhe ato kanë fëmijë, bëhet problematike. Në këto raste këshillojmë që vjehëria, sidomos baba, me marrë një vendim me i rahatu djemët. Të funim Ramadanës është në pyetje me qira me i qitë, sepse ka një mentalitet që ka qenë për fat keq ma herët në Shqipëri, kërkoj mirë kuptim nga vëllezërit dhe motrat e tjerë. Në Kosovë nuk e kena njoftë shumë këta, por kohëve të fundit është bën thuajse i patjetërsueshëm që gjithë secili në banesën e vet. Duke i parë thonat se gjithmonë kallaballëku po krijon përçamje, fitne, është mirë që prindrit me ndërmarrë diçka, por në rastin tënë atë bëjnë zullum apo jo, varet ti si sheh rrethanat. Ndoshta ata shkretit janë të bëjnë zullum, por rrethanat familjare lypin sjellje të caktuar që ty duket zullum. Në këtë rast a thamon që janë të bëjnë zullum, ata janë mëkatar, zullumi Zoti se fal, ja thën qafën atij që i bën zullum i pranohet doja, këtë nuk e tham. Sepse nuk e di çfarë niveli, çka kupton ti me fjalën zullum. Raste të tilla është mirë që të unë ose të ndonjë hoxh më ardh, ti me burrin tanë, më ardh pse edhe vjehëria dhe më këshillu. Por unë një këshill përgjithshme po jap. Një prej sebepeve pse nuk përratohen disa familje tonat është numri i madh i antarëve dhe mos marrja e iniciativës nga vjerrin në këtë rast për me i rahatu djemët. S'kem qa me bo ka shku koha kallaballëkut. Kanë ardhur situata tjera. Du ta pranojmë këtë realitet.